Kjo ishte një thirrje për mbledhje për të analizuar rezultatin zgjedhor dhe për të rimobilizuar strukturat tona që të angazhohemi edhe më shumë për raundin e dytë të procesit zgjedhor në zgjedhjet lokale që po na presin në Maqedoninë e Veriut. Rikonstatuam se rezultati zgjedhor i këtyre zgjedhjeve për Aleancën Kombëtare për Integrim e arriti qëllimin e krijimit të kësaj aleance. Ajo ishte që të fitoj votën pjesën ndërmuese të popullit, në veçanti votën shqiptare, dhe kjo e flet edhe në qoftë se votën totale të numrave për këshill, në qoftë se konvertoni për listë për deputet, dallimi ndërmjet Aleancës Kombëtare për Integrim dhe Vlenit te bloqet shqiptare është 20-15. Aleanca Kombëtare për Integrim e vazhdon rrugtimin fuqishëm, pasi që ne vlerësojmë se qëllimi është arritur. Në qoftë se analizoni votat, ne kemi diku 23.000 vota më shumë se koalicioni shqiptar i cili është pjesë e qeverisë, me gjithë vënien në funksion të aparaturës shtetërore dhe me vënien në funksion të pushtetit, ne arritëm që të kemi një diferencë jo prej 10 as 20, por 23.000 diçka vota.